Премиерот на Албанија Еди Рама со нови ставови за ситуацијата во Република Македонија. Тој во своето последно интервју за албанска телевизија вели дека населението во Македонија било составено од македонци и албанци, не споменувајќи ги останатите етнички групи што живеат во земјава. Според овие зборови на Рама, Македонија е веќе бинационална држава. Nuk janë refugjat në Maqedoni. Janë pjesë integrale e një populli me dy etni të ndryshme, Македонец dhe shqiptar. Рама тврди дека Република Македонија не може да постои без албанците. Иако фактите говорат дека албанскиот народ во Македонија има многу поголеми права од кое било малцинство во Европа, сепак според Рама, тие биле третирани како граѓани од втор ред. Fqinjët tanë kanë një popullsi shtetëformose atje, pa cilën nuk ka Maqedoni, edhe ju shkon mendja se mund t'i trajtojnë si qytetarë dorës dytë. Албанскиот премиер во интервјуто се обидува да се огради од така наречената тиранска платформа. Вели дека не постои платформа од Тирана, туку платформа на албанските партии на кои тие им помогнале. Наспроти ваквите тврдења на Рама, заедничките фотографии од потпишувањето на платформата на албанските партии со нивните лидери на Божик и претходните изјави на албански политичари ги демантираат неговите тврдења. Председателот на партијата Црвено-црна алијанса од Албанија, Крешмир Спахиу, неодамна потврди дека Рама има удел во тиранската платформа и како што вели, тој станува дел за начинот на кој треба да се формира македонската влада. Që folëm për Maqedoninë, kemi platformë që në fakt është mbështetur nga Tirana, për cilën edhe presidenti Maqedonas Gjorge Ivanov po refuzon ta pranojë me argumentin se është iniciuar nga Tirana zyrtare. Po sepse përsëri kryeministri shqiptar dhe Tirana luajti shumë gabim. Luajti gabim sepse dihet që situata në Maqedoni është shumë fragjile, është shumë e ndjeshme, shumë e thyeshme, shumë e jo stabile dhe në një moment caktuar kryeministri shqiptar doli dhe u bë palë njanshme për mënyrën se si duhet ndërtohej qeveria, duke mbajtur krahun tërësisht njanshëm të linjës Sorosit, të linjës konjunkturave të Sorosit, pasi dihet sepse Zajevi ka qenë njeri sponsorizuar drejt për drejt nga konjunkturat e Sorosit në Maqedoni, madje dihet që janë financuar edhe përgjimet telefonike të qeverisë maqedonse nga Sorosi, dhe sigurisht i la një shkas atje Ivanovit dhe presidentit Maqedonas që mos dekretonte qeverinë dhe për të akuzuar që Tirana ndërhyn në punët e brendshme dhe destabilitetin e Maqedonisë. Албанските медиуми што кон крајот на минатата година пишуваат дека премиерот на Албанија подготвил документ за сите албански партии во Македонија кои добиле мандат на изборите и дека платформата е составена од албанската влада. Tirana zyrtare ka përgatitur një dokument këshillimi për partitë shqiptare në Maqedoni. Vizion Plus ka mësuar se nesër kryeministri Edi Rama do t'ja përcjell këtë dokument drejtuesve të subjekteve politike. Në të kërkohet unifikimi i qëndrimit për ruajtjen e interesit të shqiptarëve. Krijimi i qeverisë ardhshme maqedonase përbën një interes të veçantë për Tiranën zyrtare. Fati i qeverisë së Shkupit varet ekskluzivisht nga qëndrimi që do të mbajnë partitë politike shqiptare atje. Qeveria shqiptare ka përgatitur një dokument këshillues për të gjitha partitë politike shqiptare në Maqedoni, ku përcjell pozicionin e saj rreth qëndrimit të faktorit shqiptar në vendin fqinj. Vizion Plus ka mësuar se kryeministri Edi Rama do t'ja përcjell këtë letër në takimet që do të ketë ditën e njëjtë me drejtues dhe përfaqësues të subjekteve politike shqiptare. Во прилогот на телевизијата се наведува дека најголемиот интерес на официјална Тирана е да има уште покомплетно представување во идната влада во Скопје, а со цел да се предизвика конструктивен притисок од овие субјекти за одбрана на интересите на сите албанци во Македонија.